Po të them tjetër gjë. Atëherë tjetër gjë. Qëndrimi i Ramos pak nëse e lexoj unë ka ndryshuar dhe nëse po ka ndryshuar për keq. Me 83 mandate i heq imunitetin Zoës Balluku, kjo tregon që gjithë debatin që bën ti është nul. Po dhe qofse edhe në detyrë nuk i heq as imunitetin. A kjo pastaj diskutojmë prapë. Qofse kjo do ishte e rëndë nga ana e mazhorës, pastaj po do avokat. Denis do të ha veshi pas një muaji ku ndodhin këto. Nuk është çështje veshi. Dot më këtu. Unë po të them një gjë. Nuk do vish dot më në studio, o Denis. Prit pra, mos e bë folklor vetë. Po dakor. Tani, vazhdo atë se flas më për histori. Për heqje për arrest është shumë më e fortë se sa kërkesa e pezullimit që Spaku e arriti në fitore me gjykatë kushtetuese. Denis, në përshtypjen tënde mendon se do e heq vërtet? Si mendon, këtë të thash pra, unë leximi im është ky. Deri javën e kaluar mendoja që nuk do t'ja hiqte imunitetin. Sot me caktimin e datës, sepse Rama kishte edhe diku tek edhe më pak se 20 ditë, pra nëse diku nga 14 marsi nuk merrej fare në shqyrtim kjo temë, që ta dish, kjo binde bëj nul, rrëzoi kërkesa. Po, kurse do në 3 muaj nga mbledhja. Nga mbledhja e parë. Pra fakti që ai po e fut në agjend dhe e lajmëroi Taulan Balla, ndoshta ka ndikuar në presionin ndërkombëtar, nuk dua t'ja di fare nga këto gjëra. Se ajo është se vjen patjetër. Edhe reagimit komision, në rregull. Këtu jemi dakord. Atëherë, kjo do të thotë dhe unë duhet të shoh rezultatin në fund më. Nëse kjo që thot Leonardi, ka patur presion Xhoji, i bie që nuk ka patur presion për këtë. S'ka presion për këtë pra, këtë po them pra. Ka patur presion për Ballukun, po s'ka për këtë, se kjo. Po edhe një herë pra Xhoji, jo nuk është sa erdhi, kjo se ka 10 ditë që po diskutohet. Unë një sekond. Unë Leonardi e dim para 10 ditësh ku do ndryshojë neni dhe besoj kemi diskutuar edhe në studio. Nuk është kjo, por kjo nuk ka peshë tek reforma ndresi. Kjo është një artific shumë i vogël i papërfillshëm. Mund të jetë ka peshë kjo Xhoji. Unë fal, nëse të lutem, nëse do hetohet nesër një ministër. Nisëm që kufizon, domethënë qasjen e drejtësisë është për të dyshuar se pse po e bën. Edhe një herë më zotëri. Në rast se ministri X hiqe Zoin Balluku, do qofse s'ka peshë pse po prit, po të them një gjë. Në rast se nesër ka Spaku ministrin X do ta sjell prapë në parlament, nuk do merret më me masën e pezullimit, kaq e thjesht. Në fakt s'duhet ta bëj ta sjellë fare në parlament. Po duhet ta sjellë pra. Po e ka ligji pra. Ja të ta shpjegoj se ndodh ajo ku është ndryshimi. Dakor. Regjia, lutem kam një reagim të Gazbardit aty. Ma ka reagim të Gazit, po dëgjoj që na ndihmon për të kuptuar se çfarë ta ule tempin e debatit tani. Jo, është kryetari i grupit parlamentar. Dëgjoj një sekond lutem. Po. Çfarë ndryshimi të madh ka? Se kam për ty unë se ti e kupton, po problemin atje. Merr të mirëqen një ministër i cili nuk është deputet. Nuk e di se kush nga këta se s'm vjen. Ska vetëm Toni Gogu i shkretash, kështu që zem Toni. Ai që ministrat jo mos më ndërpret tani. Jo, po duhet ta nisim këtu. Duhet ta nisim këtu. Po, do të nuk pret personin thot. Po. Bardhi. Thot Rama. E vërteta thot Bardhi është masa vendoset ndaj personit. Pezullimi prek funksionin, thot Edi Rama. Institucioni vazhdon të ekzistojë. Thot Gazi. Gazbardi sipas e vërteta. Funksioni është kushtetues, qeveria është organ kolegjial. Po. Spak gjykata ndërhyn në ekzekutiv. Zëvendës ministri ekziston. Pra, ideja është pezullimi nuk e prek personin, është e vërteta është e prek apo jo avokat, që ti marrim një nga një se kjo është pak a shumë edhe ajo që argumentoi dhe kryeministri sot. Ore, nëse pezullimi nuk prek personin, atë pse po merret me Belinda Ballukun atë? Le ta lëshoj. As e prek personin. Jo, ideja është ti mund ta pezullosh një zëvendës kryeministre, po? Por ti me këtë pezullim ke bllokuar dhe punën e asaj ministrie. S'ta kam bllokuar. Hiq Redin ver Denisin. Po nuk ma imponon dot ti mua. Po ta imponon se Redi është sepse ti je Redin unë e kam marr, dëgjoje pra dëgjoje. Redin unë e kam marr jo më në hetim, po të pandehur. Dhe unë nuk po të them ty që këtë zëvendës kryeministrin hiqe mos i pozicion ti fare. Unë ty po të them, zotëri nderuar, këtë që ti ke vendosur zëvendës kryeministër, ky për mua është i fajshëm. Po nuk e vendos ti, e vendos gjykata. Po për mua thash ore, sepse unë jam marrë akuzë. Ti je Spaku. O vlla, ti më ju dy çudisti fare. Po. E mban më një periudhë të Spakut që
vinte në i dorëheqje red dhe avokat, vinte në i dorëheqje dhe thonim ne gazetarët, ky me siguri ka mbaruar punë me drejtësinë. Do me thënë, si arritën nga ky standard që majoranca, pa dalë ende dosja, pa dalë akuza, lemë ndjekja penale, kështu ishte një dorë që i thoshte jep dorëheqjen edhe vazhdo ke drejtësia. Tani arritën ke ndryshimi i Nenit, do me thënë për katës që nuk pezullon dot një person. Diferenca është e madhe. Se si ti më ngacmon mua dhe prapa ty. Po mos e ngatroj historinë sepse dua të shpjegoj një gjë për tjetër, jo për ty mos me ty e bëjnë kafe këtë muhabet. Më dëgjoj një sekond. Po ta kishte te hyrja ai do ishte që përpara. Toni Gogu nuk është, më fali Toni Gogu, se merre sa i miri me të, s'kam nevojë të merrem unë. Toni nuk është deputet, është ministër, por nuk është deputet. Në rregull, me këtë ndryshimin që po ushton zoti kryeministër, pezullimin, me këtë ndryshimin e Nenit 242, Toni Gogu kthehet në një deputet sikur ta kishte zgjedhur qytetari. Altero, do të propozoj diçka të bukur. Deputet vetëm në rast, ore, një minutë, se unë sipas kushtetutës. Jo, një minutë tani. Fitni më burr. Ore, Neni 242 që ti do të ndryshoj thonë. Kolegji si quhet, i kryeministrisë, kryeministror po themi, apo kolegji ministror e parashikon që një i zgjedhur siç është deputeti të jetë identik i barabartë me një ministër në raport me të drejtat që ka nesër apo ore edhe një herë po të them, ti skupton fare pra. Më dëgjoj një herë po. Është një ministër që i cili nuk ka imunitet, se nuk është deputet. S'ka mandat deputeti, s'ka mandat zgjedhuri. Po. Ky ministër teorikisht me këtë Nenin 242, po pa mandat deputeti, po të them, dhe pa ndryshimet, ky mund të shkonte nesër direkt në burg. Spaku merrte direkt arrest me burg për këtë. Se s'ka ne bënte me ligjin që ishte para. Për para. Mund ta bënte direkt. Po sigurisht mo, e bën se s'ka imunitet ministri. E qartë. A ka imunitet ministri ai Toni Gogu sot vëlla? S'ka. Nuk ka më. E drejtë. Me ndryshimin që po bën, ti nuk e arreston më dot. Një antar qeverisë. Po, Nuk e pezullon, jo se arreston dot. Nuk e pezullon dot, nuk e arreston dot sepse do të shkosh edhe sepse ti ministrin, edhe pse nuk është deputet, ti e barazon tani me imunitetin e deputetit. Se këtu lexohet. Po kur o zotëri se më çmendet. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe thot po, mas e pezullimit pra. Mas e shtothot presidenti i Republikës bla 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 kryeministri me po. Por nëse pagu shkon me kërkesë arrest direkt, s'ka nevojë fare as për imunitet për ministrin që s'ka mandat më burr. Po zotëri nderuar, po them një tjetër në rastin konkret për një ministër i cili nuk ka imunitet. Po jo se arreston. Për të arrestuar arreston o burri dot, po çfarë ka për të arrestuar? Jo, avokat, jo, sqaroj. S'ka mandat më burri dot. Ministri në parlament. O Denis, çfarë po e bën këtë ndryshimin? Po të thash pra, është kjo nuk ka asnjë vlerë më po të them. Pse s'pas ka vlerë? Po s'ka ndonjë vlerë të madhe. Ma shpjegoj pse nuk ka vlerë. Sepse thjesht Spaku bëri këtë, le themi nga Unaza. Kaloi një herë te pezullimi, pastaj erdhi te arresti. Mund të shkonte direkt në arrest dhe s'do kishim këtë problem fare. Tani, me që doli ky problem, këta e shtuan këtë që ta heqin problemin, nuk ekziston më problemi. Pra një ministër nesër në akuzë, siç thua ti, do vish vetëm në parlament zotëri për të hequr. Se s'ka Toni Gogu imunitet parlamenti. E merr direkt se nuk ka imunitet ai, si deputet. S'ka, e merr direkt në arrest atë. S'ka nevojë për kjo është vetëm për pezullimin më zotëri. Kjo mas është fjala pezullim, jo arresti. Kjo mas nuk zbatohet ndaj pezullimi nuk zbatohet ndaj të zgjedhurëve vendor plus presidentit, pra pezullimi, jo arresti. Arresti nuk ka ndryshuar. Për masën e arrestit për deputetin do vish në parlament për heqje imuniteti, ndërkohë për ministrin ka mandatet ai s'ka nevojë. Po pra, këtë po them pra. Kjo prandaj them unë ngjarja më e rëndësishme është javës tjetër, nuk është kjo. Kjo është një diskutim, hajt më po të bëjmë ne këtu. E vetmja gjë e bukur e këtij diskutimi është ai kauzi që përmendet ti, që Balluku me këtë ndryshim shkon në një gjykatë më lart dhe del heq pezullimin. Vetëm kaq këtë vlerë ka. Asgjë tjetër. Ka drejt që ai thotë për çdo person tani ti do vish në parlament, në pyetje shumë. Po patjetër, pse? Si për çdo person që ka mandat deputeti, jo për çdo person. Si, po kështu ka qenë bra. O Denis,
ka barazuar Nenin 200. O Gjoj, se ke 32 vite demokraci, për cila herë është përdorur kjo mas, në cilën pas 95-ës, janë 31 vite, është herë e parë që jo përdor. Dhe kjo përdor, si thuash, nuk gjeti Rama, po të kishe gjeta zgjidhjen politike, zdo ishte përdorur as kjo. Pra kjo është në rregull, pra. Tani, kryeministri shkoi në gjykatë kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese do I kishte thënë, jo, është e drejtë kjo, është e ligjshme që nuk kishte futur I fare në debat. Pa dhënë vendimin pa u zbardhur fletore zyrtare o burra të ndryshojnë. Po zbardhur sa duash, ma ajo s'ka përgjigje. Sa po shërtoa nga gjykata kushtetuese, domethënë kjo bën mute që ky është në betejë. Ore, edhe një herë unë nuk të thash që s'është në betejë, por në betejë kryesore është me hetimi penal. Hetimi penal pa barabartë. Edhe një herë, hetimi penal nuk është pezullimi. Hetimi penal është hetimi dosja që I përgatitet një ministri dhe shkohet në parlament dhe kështu është në çdo vend botës. Tani këtu edhe në rastin e Berishës atëherë u vendos që të shkoj me një mas tjetër Spaku. Se përdorni këtë në çdo vend botës. Po s'ka më bujë do shkosh. Ka një ligj që po vrave kobra se janë shumë aty. Tani kjo më fal një sekond. Po ç'a kuptimi ka është konteksti ligjor I tillë. Pse duhet të themi në çdo vend botës? Ne kemi kuadrin ligjor plotësuar. Po se ke pra, dakord me ke të plotësuar ti, po edhe ai thot, zotëri, mua kjo që ke bërë ti, me I ke hequr funksioni ministres, sepse ministrja për mendimin tim, më një sekondë po e ke hequr pra, sepse unë e mendoj ministrin të pafajshme, thot ai. Dhe ti më ke hequr një kompetencë që kam unë, kompetencë për shkarkimin e ministrit se kam vetëm unë. Sipas interpretimit të tij. Po kjo është më burim, patjetër. Spaku shfrytëzoi një nen që ekzistonte, që u atakuan kushtetues. Shumë mirë, më në rregull. Kushtetuesja vendosi 4-4. Dhe fitoi Spaku. Jemi në rregull këtu. Jam I kënaqur me vendimin e kushtetues, po është vendimi I saj. Por edhe një herë se tani Spaku nuk do bëj ligje. Po na ndryshojmë nenin që gjej. Po prandaj kthehemi tek ajo që është politika. Pra ky veprim me drejt I thua është një vendim, veprim I qartë I kreut mazhorancës për sulmuar drejtsinë. Thua ti këtë? Atëherë, nga krau tjetër ka një opozitë që e shfrytëzon këtë dhe publiku lexon. Ku është e vërteta? Dhe këtu kthehemi tek ajo që me të drejtë diskutojmë. Opozita për tokë Rama normalisht mund të bëjë nga këto ligje. Fajin e ka Saliumër po patjetër, po si kujton ti? Po si kujton ti? Po si zgjidhemi jashtë mo? Si e shikon? Fal një sekondë, o zotëri. Ujku çakalli e shoh tufën e deleve. Ju doni që Spaku të hetoj për te ligjeve. E bëri ligj më ka votat. Çfarë të bëjmë ne? Po që puna për Spaku më le mua të flas për atë pjesë. Po çfarë të bëjmë? Ai është aktor politik, çfarë do të bësh Ramës? Po më po, aktor politik. Ai është kryeminist, o zotri. Ai buxheton paratë tua dhe të mia. Dhe un kam gjithë drejtën e Zotit dhe ti kërkosh llogari për punën e tij. Këtë që po bën ti, për çfarë efekti ka kjo? A ka efekt për Po ai po bën një shumë ministër ose të prezumuar si të korruptuar. Kaq. Kjo eko jote. Po eko pra, shkon te publiku ky zë. Radiografia që bën avokat. Ky zë, a shkon te publiku zotëri? Jo, shkon, po ky publiku nuk ka vendimarrje te ai. Themi se dhe fotën ja pas keni zgjidhur shumë të bukur që e ka zgjidhur Gazbardi. Kthehemi tek problemi I madh që diskutojmë që këtu problemi I madh është opozita. Po, dalim tek opozita. Ke shumë të drejtë opozita ka para se dalim vetëm kuriozitet. Nuk pa kupton prapë sensin e analizës. Çfarë do të thotë jetosh në një vend demokratik në Mbretërinë e Bashkuar, mbreti Charles, po t'i teket sot, shkon mund të arrestoj deputet, mund të shpërndaj parlamentin. Po diçka e tillë nuk ndodh që nga 1642, kjo është demokracia, se nuk e rregullon dot çdo gjë me ligj. Duhet të kesh dhe një sens të shtetit, të së drejtës, të institucionit. Domethënë është dhe çështje tradite, është dhe çështje ndër respekti, është çështje më e madhe se diçka e shkruar, se nuk rregullon dot çdo gjë me të shkruar. Edhe në këtë kontekst Rama nuk. Po më tani ti e do Ramën mbretin Charles e do ti tani. Po tani çfarë diskutimi është ky? Po jo, ajo ver nuk e dua më vot. Jo, ajo që ka ver jo. Mbretin ver nuk e dua. Joj, ai nuk po sillet, ai po sillet në hapësirë ligjore që ti e përmendë pak më parë. Për shkak të hapësira ligjore nuk mbulon dot. Ora edhe një po them, Rama mund të shkojë nesër në parlament dhe thot, unë dua ta shkruaj Spakun. Çfarë do t'i bësh ti? Se prandaj them unë ka balanca politika.
Nëse ti ke balancë dhe kemi fatkeqësisht jemi vend pa balancë politike, po këtë po them ta kafshoj ku duam. Po kur ka balancë politike ti si opinion bërës, ke mundësi të thuash domethënë që kryeministri im po ja fut kot? Po e ke mundësi ta thuash. Po s'ka efekt. Ke 1 orë gjysmë vllaç që se ke tani i bën freska. Unë të thash gjën më themelore që ti si e marr akoma. Të thash, në rast se Rama, unë s'do merr me atë që thua ti. Në rast se Rama i heq imunitetin Zojës Balluku, atëherë mazhoranca ka kryer detyrën. Tani duhet fle me ty o Denis që të besoj si ti. Mirë, dakor. Avokat, jemi tek akti i parë i kësaj mazhorancë në raport me përpjekjen për të penguar punën e SPAK. Domethënë, ky është akti i parë. Deri tani kemi qenë te retorika. Jemi tek akti i parë që ka ndërmarr, hapi i parë që ka ndërmarr kjo mazhorancë për dhe unë po bie dakord për të goditur apo për të bllokuar atë që konsiderohet puna e përditshme e prokurorëve. Si e vlerëson këtë moment? Është thjesht filloi dhe mbaroi këtu, apo Rama nuk do ndalet në rrugtimin e tij për ta neutralizuar? Se s'mund ta normalizojmë. Dhe deri kaq sa ka bërë shqetësuese. E mban mend si thoshte, pa ne s'bëj, ne garantojmë, ne mbajmë këmbë, ikën marinat amerikan. Edhe kaq sa ka bërë shqetësuese, megjithatë klasë. Po jo, me një herë e ke fjalën, po. E nis me avokatin, se avokati e ka ta diskutojmë me Denisin patjetër. Nuk është e para, se e ka nisur me Komisionin Xhafa. Qysh vjet, me gjitha mënyra domethënë për t'i bërë. Ti e quar retorik, unë se quar retorik, sepse ai Komisioni Xhafa përpara 2 javë, 3 javësh filloi të trokiste në dyert e gjykatave dhe të prokurorive. Gjoja me idenë që ne po bëjmë kontroll, audit, miqëri. Okej, ishte më e maskuar, po them unë, po kjo është e drejtë për drejtë. Jo. Dakor. Ti quhet maskuar, unë jo, në atë kohë ishte e maskuar për sytë e opinionit publik. Tani më po ndërhyn drejt për drejt në kodin e procedurës penale për të bllokuar një institucion që është SPAK-u në rastin konkret. Unë mendoj që Rama është në një problem jashtëzakonisht shumë të madh, sepse sapo ta thash pak më përpara, ka 57 bashki, ka 57 ai ka atje. Të e ke informacion, e ke e kanë publikuar, e ka postim dhe madje kanë postim publik, madje të kam cituar edhe bashkitë të cilat është dosja shqepur, pra ka procedim penal të regjistruar, të cilat mund të jenë diku te 45 apo 46, se nuk më mend, dhe ishin vetëm 10 bashki të cilat janë në hetim, por nuk është bërë regjistrimi i procedimit penal. Pra janë në hetim. Po, më fal, bashkitë e djathta janë në rregull apo nuk specifikohet atje? Ti të më thënë që bashkitë e djathta, po flas Kavaja. Po. Kush është se këtë se di, Mirdita, se 4 janë ato gjithse. Bau Dez. Nuk e di. Jo, sot Çamati, më ku e ke Mati? Fusharzi, se 4 janë ato. Po më bëri përshtypje domethënë se nga këto bashki ishin një 7-8-10, mos se duhet ta shikoj tani aty fiks. Pa probleme. Jo pa probleme, ishin në hetim, por nuk ishte regjistruar akoma procedimi penal. Kurse për të gjitha të tjerat ka të regjistruar procedim penal. Tender, shpërdorimet e tyre, leje ndërtimi për 1.1. Pra ti e kupton mirë filli që ke një shtet i cili është i gjithi në SPAK mërbur. I gjithi. Ajo të cilën unë bëj kritik në raport me SPAK-un nuk është kjo më. Është çështja tek proceduraliteti dhe afatet procedurale të hetimit të gjës. Mua më duket domethënë sikur SPAK-u kur ka qef i fut marshin e 5 dhe kur s'ka qef e le të fikun dishezi, themun. Po ka kaq shumë dosje, s'mund t'i fusi marshin e 5 për gjitha dosjet. Atëherë, avokat, po trim të tema. Te tema po rri pra, si bie SPAK-un qaf kot. Te tema po rri ndodh me SPAK. Ta tema po rri më tani më gjej një sekondë. Po të ka dalë përpara 3 muajsh me vendim ta ka sjell Këshilli i Europës dhe thot shteti shqiptar i detyruar duhet të kthejë 33 milion euro të IPARD-it. Ka si shkresë zyrtare qeverisë shqiptare. Duhet të ktheni Ministrisë Bujqësisë duhet të ktheni 33 milion euro të IPARD-it sepse sipas auditit të tyre janë fonde të korruptuara. Të futura në cep të korruptuara. Pyetja që unë ngre është, më tregoj një njeri nga Ministria e Bujqësisë apo nga AZBR-ja që sot është
në vepër penale, mërë. Ka 4 vjetë që merren Frida Krifse në vëlla. Tani nuk mund ta mbash një person në këtë lloj mënyre, ose i çon veprën penale dhe i thua ti akuzohesh për këtë, ose thua ti nuk e bëra si faj. Nuk mundet që organi i akuzës të jetë një organ shantazhues. Të mban atij te cepi umnerës dhe thotë kur të dua ta tërheq, kur dua ta tërheq këtu. Pas ka drejt Rama i bie. Me ty nuk merresh dot vesh vëlla. Po jo, po tani unë bëj me seriozitet gjithë bisedën, ti vazhdon të tregon historia me. Jo, duhet ngacmoj sepse nuk dua të iki bisedës. Dua fatin e Spakut, jo kritikat për Spakun. Spaku është ky pra. Futemi po duash te kritikat për Spakun. Spaku është majoranca ku do shkojë. Dyshimit të nenit, të thuaj. Jo, Spaku pasi majoranca dhe unë jam dakord se të preki këtë nen 240. Ore, nuk është prekja këtij neni, nuk është se krijon problem Spaku në vetvete. Faleminderit. Se më mësonove kot tani. Denisi. Pra. Se Gjoj Flasa mos flas. Mbaroja. Sa mos fol më. Le të flasë Gjoj se është më mirë. Si shikon këtë sepse e konsiderove këtë goxha shumë të madhe në raport me atë që po ndërmerr kjo qeveri për të bllokuar punën e Spakut. Po të shohim ret që nga 2013 kur reforma në drejtësi ishte në programin e PS-së atërshme, Rama dilte si partizan i parë, si flamurtar i parë i reformës, gjitha vitet domethënë që kemi kaluar ka thënë që pa PS nuk ka reformë drejtësi, do ta shkri këneta, ku ta diun gjitha këto fantazirat që ai përmblidhte. Me rastet e Olta Xhashkës, deri diku te Erion Velia, që atje pati ndryshim qendrimi me Ballukun, kemi të bëjmë me një ndryshim tërësor të asaj çka kryeministri ka predikuar, domethënë, për gati një dekadë. Për ato që nuk merremi me çështje drejtësisë, nuk mbrojmë njeri. Kjo është vërtet. Bënte edhe batuta për shprehjen e gjatit të lëshon, sepse ashtu kishte ndodhur. Lëshimi kuptimin